Dhe ajo që është e rëndësishme për këtë bisedë është që është buxheti më i madh ndonjëherë për të nxitur punësimin për të rinjt. E kemi rritur me 60%. Shumën e dedikuar për të rinj. Dhe prandaj jemi këtu sot. Nuk jemi këtu sot për të bërë fushat elektorale, se fushata ka mbaruar, nuk jemi këtu sot as për të bërë vendosur juve këtu në sfond dhe për të dukur bukur ne, po jemi për të shfrytzuar çdo mundësi që të përcjellim tek gjithë bashkëpunëtarët tuaj dhe tek ju që jeni këtu patjetër, këtë mesazh që ti referohen programet punësimi, të aplikojnë në programet punësimit. Është 60% më shumë financimi i programet punësimit për të rinjt, vetëm për të rinjt, por kërkon edhe më shumë aplikant, që se do ishte skandal që për mungesë të aplikimeve të mjaftueshme ne mos i shpenzonim të gjitha këto fonde, të cilat duam ti trefishojmë në 3 vitet e kusur që vinë përpara. Këto ishin ato që unë kisha për të thënë. Ju falenderoj shumë për gjithë vëmendjen, shpresoj që diçka të ketë mbetur në mendje, shpresoj. Inshallah, eksakt. Me kismet është kjo punë, jem dakord bashkë. Dhe e përsëris, kjo botë është e guximtarëve dhe atyre që provojnë derisa ja dalin. Kjo botë nuk është e atyre që thonë nuk bëhet kjo punë mërjau, na bjeri tek e tjetër.